Rama u vetvra përfundimisht si kryeministër. Kërkesa për heqjen e imunitetit të Ballukut ishte një rast i mirë për Ramën, që sa për sy e faqe të demonstrohej si kryeministër. Situata katastrofike korruptive e qeverisë së tij e kërkonte që Rama, të paktën për të mbrojtur sadopak imazhin e tij, të mbante distancë, të heshte dhe, siç e kërkon kushtetuta, të linte kuvendin e Shqipërisë të fliste përmes institucioneve të tij, siç ka bërë në çdo rast tjetër. Por Edi Rama, në vështirësi ekstreme, sot po flet për 83 mandate që do t'i përdor si mburojë politike për të mbrojtur veten, duke bërë sikur mbron Ballukun. E gjithë demagogjia e Ramës për reformën në drejtësi ra. Rama dikur thoshte, kështu që kryeministri dhe partia në pushtet nuk jep llogari pse njëri apo tjetri futi duart aty ku nuk duhet, por përgjimet dhe përgjigjet për mënyrën se si reagon dhe bashkëton në një situatë të tillë. Ne kemi bërë zgjedhjen tonë, jemi në krahun e drejtësisë dhe nuk bëjmë avokatinë askujt, ndërsa Rama deklaroi për kërkesën e heqjes së imunitetit të Ballukut përpara shqiptarëve që na dhanë 83 mandate dhe do të përgatitemi për të mbajtur një qëndrim të drejtë, të qartë dhe të denjë si forca udhëheqëse e vendit dhe reformës në drejtësi. Si përfundim, Rama u vetvras si kryeministër. Ai e hoqi maskën për reformën në drejtësi dhe sapo u ndje i rrezikuar, po e sulmon me të gjithë forcën e narkopushtetit. Sot kemi një kryeministër dhe qeveri të vetmuar përballë ligjit dhe popullit, duke e vetë deklaruar si e palishme që nuk njeh as kushtetut dhe as shtet ligjor. A ju kujtohet kur SPAK doli në një konferencë shtypi dhe në tavolinën e prokurorëve italian dhe atyre të SPAK ishte dhe kreu i policisë shqiptare Ilir Proda. Aty po deklaroheshin rezultatet e një operacioni i cili kishte shumë muaj, që kërkohej të ekzekutohej me arrestime nga italianët, por nuk u bë pasi eksponentët që ishin të përfshirë në krime i duheshin Edi Ramës për fushatën e zgjedhjeve të 11 majit. Bëhej fjalë për grupin e troplinëve. Denoncim ky i bërë shumë herë publik edhe nga opozita shqiptare. Dhe të gjithë e dim që shumica prej atyre personave nuk janë kapur, por kanë ikur si gjithmonë në drejtim të paditur dhe janë në kërkim nga policia. Disa, sipas mediave, kanë ikur jashtë dhe të tjerë rrinë rehat dhe lirshëm në Shqipëri. A ka lidhje kjo me dekonspirimin e operacioneve dhe të atyre që kërkohen nga ndërkombëtarët? Kjo është e sigurt që po, duke parë numrin e madh të drejtuesve të policisë që u shërbejnë bandave dhe që janë proceduar, arrestuar apo nën hetim. Nuk të ngelet të kesh asnjë pikë dyshimi për dekonspirimin. Mund të jesh i qartë duke e quajtur këtë jo vetëm dekonspirim, por bashkëpunim, çka është dhe më e rëndë. Pra banditët ikin dhe nuk kapen, ndërkohë që Proda vijon të jetë drejtori i policisë. Edhe operacioni i ditës së dieshme i SPAK për tenderat e Akshit doli që kishte bashkëpunëtor punonjës policie. SPAK ka pezulluar drejtuesin e lartë të policisë së Tiranës, ndërkohë që personat e shpallur në kërkim në grup të strukturuar kriminal kishin ikur në drejtim të paditur. Edhe ky nuk mund të jetë vetëm dekonspirim, por një bashkëpunim i pastër me botën e errët të krimit dhe abuzuesve me parat publike. Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri nuk u gjenden në Shqipëri. Kemi akuzat e rënda ndaj bandave të Elbasanit për hijet e zeza të krimeve të rënda dhe për përdorimin e policisë në veprimtarinë e tyre. Opozita e ka akuzuar direkt drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit se është i sponsorizuar nga bandat dhe krimi në atë post. Kujtojmë këtu rastin e zhdukjes pa gjurmë të Suel Qelës, që është në kërkim nga SPAK me akuza shumë të rënda, por që nuk gjendet nga policia. Kemi rastin e bandave të Shijakut. Aty shumica e personave të komplikuar në veprimtarinë kriminale janë në drejtim të paditur dhe kjo nuk mund të bëhet e mundur pa bashkëpunimin e policisë dhe strukturave të saj që informojnë bandat kriminale. Kemi rastin e oficerit të antiterrorit që kërkonte shqeto para në këmbim të informacioneve nga grupi kriminal. Efektivi i antiterrorit Igli Haxhia u arrestua brenda Akademisë së Sigurisë në një operacion të sinkronizuar me SPAK dhe sipas informacioneve të mbërritura nga Italia. Ai është oficeri i radhës i policisë që prangoset pasi rezultoi të ishte rekrutuar nga një grup i trafikut ndërkombëtar të drogës, apo punonjësi që u vran në Rinas në makinë me një person me probleme të mëdha me drejtësinë për të vijuar pastaj me persona shumë të rrezikshëm nga zona e Fushkrujës, që kanë vite që janë shpallur në kërkim jo vetëm nga SPAK, por policia nuk i lëshon, i mban të informuar në mënyrë konstante. Pra banditët ikin në drejtim të paditur dhe ndihmohen nga policë të inkriminuar, ndërkohë që shefi i tyre Proda rri dhe vështron shkatrimin e plotë të organizatës dhe pushtimin nga krimi i policisë së shtetit.
Kush e ka dëgjuar qysh në krye të herës, besoj duhet ta mbaj mend që Edi Rama ka thënë se nuk duam një tjetër arnë nga ato të mëparshmet për drejtësinë, por duam një përmbysje të sistemit të vjetër të drejtësisë. Edhe kur ka folur për sistem të vjetër, sipas tij nuk ka pasur parasysh vetëm kalbësirën kutërbuese të drejtësisë gjasme demokratike të qerek shekullit tranzicion, ku pandëshkueshmëria ishte kthyer në një normë poshtëruese për shqiptarët dhe për Shqipërinë, por ka pasur parasysh edhe vetë kulturën mirane të një drejtësie të egër për njeriun e zakonshëm dhe të një drejtësie të gjunjëzuar para njeriu të veshur me pushtet, kulturë që rënjët i ka të shtrira qysh nga dita e parë e krijimit të shtetit shqiptar dhe deri vonë në ditët tona, sepse asnjëherë që nga viti 1912 dhe deri në vitet kur ai dhe Partia Socialiste e Shqipërisë i hyn detit në këmbë për ta nxjerrë matan reformën në drejtësi, nuk ishte bërë kurrë vaki që një shkelës ligjin me pushtet të trajtohej nga drejtësia si një njeri zakonshëm në shkelje të ligjit. Kur Rama deklaronte se donte një drejtësi që të shoh drejt, pa i matur çështjet me peshoren e politikës, e ka ditur mirë edhe çfarë thoshte, edhe çfarë priste. Ai ishte i sigurt se në këtë tokë të etur për drejtësi, kjo reformë ishte ndryshe nga çdo reformë tjetër transformuese, pasi drejtësia në veprim prek jetët dhe cënon lirinë e njerëzve. Por ai na garantoi se edhe pse drejtësia shkon edhe te persona me të cilët ka punuar deri edhe fare afër, ka ndarko mendime, sfida të përbashkëta, ditë të mira dhe ditë të këqija, ai do ta garantonte me votë, me bindje vazhdimsinë e saj. Ndaj edhe dita kur u votua heqja e imunitetit të një tjetër zëvendës kryeministri Rama Këmguli, sa ajo nuk ishte dita për t'i thënë dobësitë dhe të metat e punës së organeve të reja të drejtësisë, as për t'i shprehur shqetësimet mbi problematikat e mprehta të veprimtarisë së tyre. Ajo ishte dita për t'u kujtuar të gjithëve se për herë të parë në historinë e Shqipërisë, të pushtetshmit po humbasin pushtetin mbi drejtësinë. Ajo ditë ka ardhur sërish identike dhe para kryeministrit, i cili nuk ka lënë rast pa na siguruar se nuk ka qenë, nuk është dhe nuk do të jetë kurrë gati të mbajë shtëpinë së bashku me Partinë Socialiste, askënd, dhe para kryeministrit, i cili nuk ka lënë rast pa na siguruar se nuk ka qenë, nuk është dhe nuk do të jetë kurrë gati të mbajë në shtëpinë bashkë me Partinë Socialiste, askënd që e kujton gabimisht shpinën e madhe të kësaj familjeje politike, kurrizin e një kali që mund ta kaleroj, duke abuzuar me pushtetin e marrë nga populli. Ka vetëm dy alternativa: ose të na recitojë edhe një herë këto fjalë, janë të gjitha të tijat, duke i hapur rrugë drejtësisë, ose ta pidetin të cilit kishte vendosur t'i futej me këmbë. Nëse mendoni se i keni parë të gjitha në këto vite qeverisje nga Edi Rama dhe Partia Socialiste, thjesht e keni gabim. Pas 12 vitesh në pushtet me plot skandale, ku ngërthehen së bashku korrupsioni dhe krimi organizuar, socialistët janë kujtuar për një operacion të rimakjazhi politik. Kanë vendosur t'i shpallin luftë nepotizmit dhe klientelizmit në zyrat e shtetit, dhe si do e bëjnë këtë, as më shumë dhe as më pak, por përmes një strukture partijake. Aq ironike është sinismi sa pikërisht arkitektët e shkallëmimit të shtetit, nepotizmit dhe klientelizmit të ngritur në sistem, tani na pas kanë telefonuar dhe duan që përmes një komisioni etike në Partinë Socialiste të shpëtojnë Shqipërinë nga bataku ku e kanë zhytur vet. Nisma e deklaruar që në asamblenë e PS-s në muajin shtator sot është prezantuar nga Adea Pirdeni në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku ishte i pranishëm edhe vetë Edi Rama. Komisioni i etikës që do të ngrejë Partia Socialiste është një lloj policie politike që pritet të shërbejë si instrument i vet kontrollit brenda partisë, në funksion të transparencës, përgjegjshmërisë dhe standardeve evropiane të qeverisjes, pretendojnë socialistët. Por deri më tani nuk dihen shumë detaje se si do të funksionojë ky komision, si do të gjurmohen dhe parandalohen emërimet nepotike dhe klientelizmi. Ironia tjetër qëndron edhe në faktin se teksa ministri antikorrupsionit Adea Pirdeni recitonte relacionin në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në sallë ishte kthyer edhe Belinda Balluku. Krahu i djathtë i Edi Ramës është zyrtarisht e pandehur nga SPAK për aferën në tenderin e tunelit të Llogaras. E ulur aty pranë Ramës, Balluku dëgjonte predikimet se si komisioni i etikës në parti do të shpardallojë nepotizmin dhe klientelizmin në shtetin ton. Siç mëson lapsi Pikal nga një burim brenda mbledhjes së grupit të PS-s, aty janë komunikuar edhe emrat që do të jenë pjesë e këtij komisioni. Drejtimi është besuar Lindita Nikollës, ish kryetarës
kryetares së kuvendit, e cila përloti deputetët e PS-s kur ju dha lajmin e kobshëm se po dorëhiqej për çështje shëndetësore dhe se do t'i përkushtohej familjes. Jo vetëm që nuk ishte kështu, por Lindita tani ngjitet edhe në krye të policisë politike të Partisë Socialiste për të luftuar nepotizmin. Në këtë komision janë gjithashtu edhe 3 deputet të rinj, Ermal Elezi, Eriona Ismaili dhe Kiduina Zaka. Ironi më vete është dhe fakti se këta që vetë s'kan bërë asnjë betejë politike për të qenë në parlament, por janë bërë deputet në sajt të nepotizmit dhe lidhjeve klienteliste në oborin e pushtetit të Edi Ramës, tani do të luftojnë nepotizmin në administratën publike. Siç mësoi lapsi Pikal nga mbledhja e djeshme, Edi Rama kishte lënë edhe një porosi në fund, të mos publikoheshin foto prej takimit, në mos shqetësim direkt i tij, gjasat janë të ketë qenë kërkesa e Belinda Ballukut për të shmangur çdo portret të saj të rikthimit si e pandehur në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, grupi i cili në fakt në masë të madhe i është gëzuar goditjes së Ballukut nga SPAK. Përjashtim këtu bëjnë vetëm kamikazët si Zexhineja, Erio, Kiduina tjerë, që ajo i bëri deputet nga hiçi. Veç prezantimit të draftit për Komisionin e Etikës në Partinë Socialiste, Rama kërkoi gjithashtu më shumë prezencë të deputetëve në terren për të takuar njerëzit. Siç mësoi lapsi Pikal, ai përcolli edhe mesazhe se qëndrimi i shumicës në raport me drejtësinë nuk ka ndryshuar, por mes fjalëve të tij kryeministri la të kuptohej se në këtë fazë me goditje për drejtësisë, majoranca duhet të ruajë kohezionin e brendshëm dhe të sillet si një skuadër kompakte. Me pak fjalë, Rama ka dashur të frenojë entuziazmin apo gëzimin brenda grupit të PS-s, pikërisht për goditjen që i erdhi Belinda Ballukut, goditje e cila siç thon shumë zëra nuk ka mbaruar vetëm tek masa e pezullimit nga detyra. Mirëmëngjes, zotëri, mirë se vini në Kafesheto për këtë ditë spektakolare. Mirëmëngjes edhe për të vetmin njerëz që është ende i lirë në këtë qytet, Greta Doganin. Ende i lirë, fatmirësi. Pas ndjekje penale, pa dyshime, pa pandehur, pa pandyer, gjithë mirat. Ende faqe bardhë. Megjithatë dita e djeshme në fakt ishte fenomenale. Ishte. Nuk e di ç'surprizë surpriza do të rezervoj ky mërkur. Nuk e dim se që surpriza do të rezervojmë për ditën e sotme, miq të dashur, ndoshta do të ndodhë çudia, ndoshta ajo fakt është që ditën e djeshme 2 nga njerëzit më të rëndësishëm të kryeministrit Rama, drejtoresha e Akshit, Milina Kaçani, gjithashtu edhe një njeri tjetër aty nga mesi, po do të flasim, po le të qëndrojmë tek gratë e rëndësishme të Ramës, Belinda Balluku pati një kërkesë për të arrestuar ditën e djeshme nga SPAK-u, gjithashtu edhe masa arrest të shtëpie për zonjën Kaçani, drejtoreshën e Akshit, sigurisht edhe ca masa arrest me burg, morën vesh dje gjëra të tmerrshme, më tej se s'kemi parë gjë akoma, deri te pengmarrje, biznesmenësh me uniforma policie. Sigurisht me nëndrejtorin e policisë, po jo që të mos futeshin në tender. Por mos të ankoheshin pse e kishin humbur tenderin. Edhe ankimimi ishte i paliuar, sigurisht dje pam ngjyrat e vërteta që i dini fatkeqësisht, por të provuara nga drejtësia marrin një vlerë jashtëzakonisht më të madhe, miq të dashur, pam ca çuditëra ditën e djeshme, sigurisht të gjitha dyshimet tona dhe akuzat janë vërtetuar. Tani mbetet për të parë se si do të materializohen ato në ndjekje penale konkrete. Me sa duket, orët janë të numëruara, ka filluar countdowni për Belinda Ballukun, e cila u duk për një moment se deshi shpëtoi, por nuk duket dash. E ka dhe një shans, ama? E ka një shans. E ka një shans, duket sigurisht pa shans ajo. Jo, deri tani kemi vërtetuar që është e kundërta. Ditën e djeshme në Fier kanë dalë rrugëve për të blerë fishek zjarre, sigurisht se po bëhen gati për ditën që 83 mandatet nuk do të japin miratimin për heqjen e imunitetit për Belindën, edhe pse dyshoj. Edhe unë dyshoj gjithashtu, do të ishte shumë absurde. Kam dyshimet e mia, tani kjo nuk është më, e kemi kaluar atë pikën që uasa turp, uasa keq. Uasa e çuditshme. Nuk kam asgjë këtu as për turp as për keq, fakti që SPAK-u kundër reagoi ndaj vendimit kushtetues me kërkesën për arrest në burg, do të thotë që do të gjejë një kleçkë ose disa, ndoshta, për të vazhduar me sigurisht arrestimin e Belinda Ballukut, dhe duhet thënë, ndoshta ky është një nga rastet e rralla kur mund ta përshëndesim punën e SPAK-ut, mund ta kishim filluar që në fillim kështu. Ndoshta nuk është rasti për të thënë SPAK-ut faleminderit. Por është për të thënë emisionin plug. Jo.
ndoshta është rasti për të thënë Spakut thank you. E shoh se të bërë atë. Të pëlqeu, ishte multilayered, ishte pseudo-inteligjente si batutë, ndërkohë miq të dashur, ka qenë një ditë ku sigurisht keni dëgjuar shumë çka në raport me këtë dosje, ne do të përcjellim të gjitha zhvillimet, ato që nuk janë zbuluar deri në këto momente, por edhe këndvështrimet tuaja, opinionin tuaj. Ndaj kemi një pyetje modeste ditën e sotme. Po tani zoti Rama? Sa e bukur ishte kjo. Tingëllon pak e poetike. Megjithatë 069 27 22 272 është numri i telefonit. I mirpresim të gjitha opinionet, përgjigjet tuaja në formë mesazhesh, si në WhatsApp edhe tradicionalisht, por telefonatat vetëm në linjën klasike. Dakor, miq të dashur, dhe do doja ta fillonim direkt me video. E nisim. Hajde një. Shpresoj të jetë video në fakt e përshtatshme për një orar mëngjesi. Jo. Dhe për një ditë të tillë. Jo. Është video e gabuar. Le ta nisim bar. Jepi regjia. Thank you! Jo far too kind. Dakor, të ecim dhe pas të performance, ti e di që bëjnë fansat, apo jo? Hedin... Po kërcejnë, pra kërcejnë. Kërcejnë! Ma jep njëshin që bëjnë fansat si kërcejnë. Si kërcejnë. Vdes, këtë ty është kërcimi i ëndrave të mija. Ishe shumë kënga. Dakor. Për këtë lloj mëngjesi e kisha fjalën. Ky lloj kërcimi, di si quhet? Ka një emër kjo koreografia. Cili është? Burgu të hapu. Sa e bukur. Meqense se Hapo! se Sami është i zënë. Ose pojska hapu. Apriti pojska. Dakor, të ndërkohë ta rikthejmë pak se dje mund të ketë qenë dita e dytë që ka qare shkreta. Pas Ta rikthejmë e parë kur qante me lot. E kanë haruar disa. Edhe një më e pak dyshin të lutëm. Ti e kam përjetuar rënjën e perdes të këtij tuneli. Pa çdo tunel, ashtu dhe Murizi, ka momentin e rënjes perdes, ku dy anët takohen me njëra tjetrën. Dhe këtë tunel e kam përjetuar me emocione, madje edhe kam qarë. Dhe ishte gjithë grupi po patjetër, ishin të gjithë punonësit, një grup shumë i madh, i cili duart trokiste sepse ata kur orzonin mundin e tyre, ndërkohë isha edhe unë nga ana tjetër, një femër e vetme që share. Se dikush duhet ta bënte. Ka një term për këtë, po nuk thuhet. Kam parë edhe në një moment kështu duke qenë kam ardhur me optimizëm. Tashmë është mjafton. U bë shumë. I kemi bërë komplimentet për kosmografinë. Goxha organizima, një vajzë me shumë burra, me punëtor ndërtimi kryesisht. Një femër, tha, nuk tha asnjë grua. Një femër. Një femër dhe shumë meshkuj. Pas ka qenë ditë interesante në tunelin e Operas. Flavio, të lutem. Dgjoj, edhe unë do kisha qarë, po të kisha bërë 50 milion euro me i të rame. Absolutisht po. Jo, oj të qarë. Ta besoj. Dhe nuk do kisha lënë si... Ndoshta do kisha bërë dhe ato lloj mendime që ka pasur Belinda atë ditën. Nuk do e them. Mos e thuaj. 069 këtë do them, dhe do na e thoni edhe ju miq të dashur, 069 27 22 272 miq të dashur. Po tani, zoti Rama, çfarë ndodh? Dhe ora është thjesht fare. Në një do mbaj në përgjegjësi morale në këtë vend. Pikërisht, pra. Në një dorëheqje ndonjëri. Dhe aty. Po dëgjoj, është shumë interesante kjo. Dikush e dinte para që do vinte kjo ditë. Dikush? Dikush specifikisht? Disa njerëz, disa njerëz e dinin para që do vinte kjo ditë kaq e zezë për kryeministrin. Po.
Dhe rastësisht tani më bëjnë sens ca lëvizje politike që u duken si rrufen në qiell të hapur. Më trego më shumë. Tiku për shembull që na doli para kryeministrisë. Këtë papritur. Papritur, po nga hiçi. Saliani që na bëri një manovër të fuqishme për të kapur një pozicion çik më mirë se ç'e kishte. Po, pra. Hemër çuna, më Rastësi, nuk mendojmë kështu. Ka dhe një term tjetër, një metaforë për rastësin, por nuk do të tregojmë as atë. Unë do doja të tregonim atyre që na ndjekin në këto momente Greta, zhvillimet kryesore që na përcjell redaksia jonë e informacionit, të lajmet më të mira që i kanë zgjedhur dhe gocat tona. Pas kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, reagoi edhe lideri i opozitës Sali Berisha, i cili akuzoi kreun e qeverisë se po kërkon të mbrohet duke mos e lëshuar Ballukun. Berisha ndalet tek deklarata e kreut të qeverisë, i cili paralajmëroi kundër përgjigje ndaj SPAK-ut, të cilat siç thekson kryedemokrati janë për të mbrojtur veten, pasi kanë ndarë bashkë para të vjedhura. Berisha i bën thirrje qytetarëve të dalin në shesh më 22 dhjetor, duke theksuar se ka ardhur koha që populli të thot fjalën e tij. Kreu i qeverisë Edi Rama reagoi menjëherë pas kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Ballukut, që i hap rrugë arrestimit të saj. Në një reagim në ish Twitter, në X, Rama e cilëson të papranueshme kërkesën dhe paralajmëron kundërvendjen ndaj SPAK-ut. Edhe pse shprehet se nuk e paragjykon kërkesën e prokurorit Dritan Prençi, Rama njoftoi se do të angazhojë 83 mandatet në kuvend përballë SPAK-ut. Në reagimin e tij, Rama vijon sulmet ndaj prokurorëve për lëshimin e masave të sigurisë ndaj bashkëpunëtorëve të tij, me pretendimin se po bëhen arreste pa gjyq në shkelje të standardeve demokratike europiane. Pak kohë më parë, emisioni investigativ Plug në Syri Televizion publikoi të dhëna tronditse që faktojnë se miliona euro kanë përfunduar në xhepat e Armand Frangut, baxhanakut të kryeministrit Edi Rama. Më shumë se 53 milion euro tendera të akshit janë përfituar nga kompanitë e shtetasit të Gerond Meçe. Ky i fundit pasi ka përfituar nga tenderat nga akshi, ja ka kaluar punimet kompanive të Armand Frangut, i cili është gjithashtu ortak i Gerond Meçes në 2 kompani. Lideri i opozitës Sali Berisha reagoi pas operacionit të SPAK për hetimin e abuzimeve me tendera tek akshi. Berisha u shpreh se në këtë dosje mungojnë emrat e Linda Ramës dhe baxhanakut të kryeministrit Armand Frangu, i cili vetëm në një vit ka marrë të paktën 800 pagesa nga tenderat e akshit. Sipas Berishës, Gerond Meçe u mor peng pasi doli në audio përgjim, duke pohuar se tenderat e akshi i vendos Linda Rama. Sipas Berishës, Gerond Meçe tashmë ndodhet në Gjermani, ku pranë autoriteteve ka dorëzuar prova për pengmarrjen e tij, ndërsa solli në vëmendje edhe pengmarrjen e ish zëvendës drejtorit të akshit, Daniel Shima, i cili gjithashtu njoftoi familjarët se u mor peng nga persona të veshur me uniformë policie. Tre persona kanë dërguar për gjykim pasi prokuroria në Shkodër i akuzon për mashtrim online. Ata kishin hapur një faqe interneti për makina me qira dhe pasi klientët dhe personat dërgonin paratë e tyre, automjetet nuk shkonin në vendin e porositur. Pas hetimeve, prokuroria e Shkodrës mori të pandehur 3 persona që tashmë janë në gjykat. Protestat e fermerëve dhe blektorëve grek vijojnë për të tretën javë radhazi në mbar Greqin, me blokada në akset kryesore rrugore dhe autostrada kryesisht në Thesali, Greqinë e Veriut dhe Peloponez, duke shkaktuar shqetësim serioz për funksionimin dhe ecurinë e ekonomisë, sidomos në prag të festave. Nga blokadat dhe protestat e pandalshme të fermerëve grek, shqetësim është vërejtur edhe në disa prej pikave kufitare që lidhin Greqinë me Shqipërinë, konkretisht pika e kalimit kufitar të Kakavijës dhe ajo e Kapshticës, të cilat prej ditësh bllokojnë gjatë një faze të caktuar oraresh, teksa lëvizja automjeteve kryhet nëpërmjet 2 rrugëve kryesore. Megjithatë, një shifër më qëndroi në mendje. 800 pagesa brenda një viti. Brenda një viti, wow. Nëse ti je me rrogë merr 12, 13 pagesa, e ndarë në 15 diça 26
Maksimumi, pa. Në Angli që mbajnë rekordin për shpeshtësinë e pagesave që kanë çdo të premte, shkojnë 56. Në qëndron. 365 ditë ka viti nga cilat gjysmat ikin se janë ditë pushimi, shtunë e diela, festa, vera, një muaj. Pra 150, ja po themi 200 ditë. Në rastin më ekstrem të mundshëm. Kush dreqin i ka bërë këti kunaltë të Ramës 4 pagesa nga thesari në ditë, çdo ditë zotit. Do shta telefonuesi që kemi linë në këto momente ka një përgjigje për këta. Digja e thua. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Mirë se erdhe. Flavio. Urdhro. Kur flet Rama dhe vendos partia, çohet në kam e gjithë drejtësia. Au. A e more vesh? E mora. Pra, unë vetëm i diçka kisha qenë të di. A ka të marru me marzit e qeverisë shqiptare për vjedhjen e popullit në të komit. Faleminderit. Faleminderit ty. Mos ka ardhur më Flavio Latifi ose Lacivitaja në SPAK dhe ne nuk dim gjë Moraman që është Cowboys, njëri atje është. Po se si e ka mbi emrin, nuk e dim, vazhdojmë të tjera mesazhe. Mirëmëngjes, sot është festa e Delës. Iku, thot Mira nga Durrësi. Iku me mirë, do më thonë, për momentin akoma, e ikur quhet. Ore, çfarë bëhet në vendin tonë komunist? Drejtohet nga një band, Ramës i erdhi fundi. Nuk është gjëja më e pamundur në botë edhe kjo. Gjykata kushtetuese e lanë detyrë plaçkicën e Ramës për SPAK-u po dërgon tek vendi që i takon, në Burg, dhe prapë Ramaduro po na thotë se un kam 83 hajdutët e mi në parlament dhe do ta votojmë për pafajsin. O Rame, më duket se ti ku le prej gadurët, tani flet Amerika. Po të citoj 2 vargje nga filmi shqiptar Liria vdekje. Je kapur me faj nga Yqmeti dhe nuk të bën derman askush. Përmende supën. E kemi audio në supës. Me siguri e kemi. Po të shlemu me këta. Po ishte shumë interesante, kjo qëndron kjo pjesa e. Shkoja asup të bëj mirë se ka 13 vjetë siguria Erdogan e Shqipërisë. Se në të vërtet nuk e as qereku i Berishës. Okej, vazhdojmë me mesazhe. Po këto që shqyeshin si diku në përdasma, kjo e topit që çdo ditë mos merremi me këto aspekte. A mund të lexoj një mesazh? Po ta lexosh ti luash shpejt. Më pëlqeu shumë, meqense se tema për ta rikujtuar është po tani zoti Rama në 069 27. Nuk është ashtu tema. Më fal. Po tani. Po tani zoti Rama. Po tani. Shumë e bukur. Kjo është tema. Kjo është tema. Kjo ishte tema dhe një përgjigje që na vjen që doja ta lexoj ishte Mirdita Syri. Po tani o shqiptar. E bukur shumë. Pas ke pasur të drejtë. Pas ke pasur të drejtë, vazhdojmë me të tjera mesazhe. Me sa duket dielli po lind, SPAK i krijuar të shërbej Ramës sot është në dorë të një politike të re, jo asaj të George Soros, por të Trumpit, pasi Dumanit ja shkullën dhëmbët kur e thirrën në Departament të Shtetit. Kështu thon. Mori dhe direktiva udhëzime të qarta, ndaj dridhej si purtek në parlament kur raportoi. Uroj fitore shqiptarëve në këtë komunizëm modern që Edi Rama ndërtoi. Interesant ky mesazhi. Ndërkohë mirëmëngjesi Trima, thot Gim Rogozhin, si mbas arrestimit Ballukut, lekët që u vodhën do na kthehen. Kjo na intereson ne, më po lekët. Ore lekët e ribën. Sistemi është në ngërç shumë i madh, se lekët edhe mund t'i ribëjmë. Po shkatrimi i arsimit, për shembull, shkatrimi i mbrojtjes, janë gjëra që nuk rekuperohen brenda ditës. Ashtu fam. Se lekët edhe ky, gjysmat e lekëve i bëri thjesht me uljen e kursit të euros, një vap. Që edhe ne tak e rregullojmë. Po nëse ka vullnet, nëse vazhdon zoti Rama, edhe pse janë çikte para dhoma e Ramës për këto lëvizjet e fundit. Janë pak. Ka shkuar dera. Kjo e ka zyrë. Brenda apo përtej kopshtit Eden? Jo, në zyrë. Mu në vend aty. Ndërkohë, mirëmëngjes, kafe Shqeto, pse nuk duket Marta Kos me bluzën numër 11, çfarë donte thonte me këtë numër? Nuk besoj ke këto. Duhet me pyet zonjën Meri, jo zonjën Kos për atë. Ose telefonuesin e radhës. Ose atë. Alo, mirëmëngjes. 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 Ju përshëndes, Flavio.
Edhe në... Flavia, të më dhe është plas. Pa tjetër. U filloj e ti. A malë mërë buri dhe jotë. Qa fot kimore, 83 mandate. Po, i përmëndi. Ore, këto qytetarët, a për të vjedhur, i kanë zjedhur këto. Nuk e di. Jo, më zëtnin, nuk shkom kjo punë. Ato që e kam votuar, këto shkarlatan, këto barbar, të dalin atje në shesh, për që ato më është votën, për të më vjedhur, Po. për të më grabitur. Nuk shkom kjo punë, Flavia. I gjithë shpetë shqiptarë, poshtë këmbë të Belinda Ballukut. Kush është që Belinda, mare? Besa Beqir Ballukut. Kush është që me Besa Beqir Ballukut? Po i marri shpirti shqiptarëve. Dhe e fundi që do të stas. Kujdesi ju fejnë këtyre prokurorëve të spakut. Kujdes me kualifikimet e veprave penale. Ka e kodi penal shqiptar, ka një nen aty. Vjedhja në përmjet shpërdorimit të ndëtyrës. Shpërdorim të tyre, pa barazim tendera. Ndërko miliona e miliarda ikin falën gjurëm. Kujdes zotëri prokuror, në kualifikimin ligjor të veprave penale. I morë shpirti shqiptarve, i përzut shqiptarët, i latë pa blej. Edhe ne të përshëndesim. Ndërkohë, ma jepni dhe njëra të fotën e ati deputetit me gjysëm emri. Erio. Kishte postuar për Belindën, edhe Zeqineja ja kishte lagur ekranin komplet të celularit e saj. Nuk e di. Unë e lexova dhe po fshija duart nga jargët. Nuk e di, lexova dhe më dha siklet. Ma gjeni pak atë Erion, edhe pesën, ma jepni pak foton të pesa. Zeqinda është kjo. Ajde foton të pesa. Pa, shife, janë të dyja veshur uniform. Wow. Do thua ti nuk e lexojmë dot. E lexojmë. Po që na ka lënë mendja neve. Afrohe. Si ja bën dhe Belinda e hapi kështu. Jo, nuk e afrua, thjesht hoqët fytyrat tona. Nuk afruat gjë. Pas ka me ne. O, ku e keni mësuar pultin ju këtë? Të vëshpresa? Të vëpilin që... Ka që kanë takatin, në? Gjinat e shketet, gjinat. Te bëjmë ndryshe që mos të mërziteni. Na e lërë pak në ekran edhe të shojmë pak të shojmë kjo faqe. Inshallah s'ta ka bërë blok Zeqineja. Mua më ka bërë blok një, ti digje? Që të kishtë bërë më duket pa. Mua më ka bërë, shketet, s'ka pas faj. Po, e ka. Në një mjedis politik, hajde, nxirre. Dëgjo, nxirr foton, këtë foton, bravo. Pale, po të kishim dhe një sfond piano, me një pianifikim. Tani, Flavia, të lutem. E të prova, E të prova? Ndjes. Në la minore dëshiroj, apo? Jo, diçka në Ennio Morricone. Në një mjedis politik, ku shpesh, të lutëm interpretimin ma lërë të vuajtur. Po? Në një mjedis politik, ku shpesh zhurma merë më shumë vëmendje se puna, është e rrallë të gjesh njerëz që me qetësi, me kompetencë dhe integritet mbajnë mbi supe përgjegjësi të mëdha dhe nuk i shmangin sfidat në qaftime nëse e ka shkruajt vetë Zeqineja këtë. Belinda Balluku është pikërisht një prej atyre figurave që e kthen seriozitetin dhe punën e përditshme në standard. Është modeli i një leadershipi që frymëson jo nga fjalët, por nga qasja e saj ndaj punës dhe njerëzve dhe vjedhjes. Plani është t'i rrujmë të gjitha. Paktën kështu do kishte qenë fundi i sinqertë i saj. Është një supozoj. Po ndoshta është një poezi italiane. Po. Që është e preferuara ime. Vërtet? Po. Dhe është poeti
që tregon për një vend të mrekullueshëm. Një vend ku ka nga të gjitha dhe ka për të gjithë. Okej. Pra Ku nuk ka uri dhe nuk ka mlef. Ku ka çdo të mirë që mendja mund të mendoj dhe kur askush nuk ka nevojë të ketë më shumë. Reskabeti? Dhe fundi i poezisë di si është? Ja. Dhe ai thot shokët vet. Dhe unë doja të të çoja aty atje. Jo për gjithmonë. Po. Ndoshta na mjaftojnë 1 apo 2 ditë. Dhe i rrymë gjitha. Kështu është fundi i poezisë dhe kjo poezi nuk e di pse ma kujton fort Dyshën e Rama Balluku. Unë nuk njoh shumë poezi italiane, po më pëlqen një që quhet atë dashuri shqiptare. Ah, e kuptoj. Shumë e bukur. Le ta shmangim momentin e Servilosit, bëj shaka. A mund ta shmangim duke lexuar në fakt diçka nga një tjetër artist? Unë do doja që të nga Edi Rama. Patjetër. Reagimi në fakt është pak artist. do doja të ndaleshim pak. Po. Tek reagimi që kisha bërë. Është mërzitur shumë dje. Nuk e dim sa, por shprehimisht ka thënë se pasi u rrëzua nga gjykata kushtetuese për pezullimin antikushtetues dhe antidemokratik të një antari të qeverisë, pa u tharë ende boja e vendimit të kushtetueses, prokurori në fjalë i kërkon kuvendit autorizimin për të arrestuar zëvendës kryeministren me burg ose në shtëpi. Që arrestet pa gjyq, në datsh në shtëpi, në datsh me burg, janë bërë një modë vrashdë në Shqipëri, e që Shqipëria është bërë një vend me më shumë të paraburgosur se sa të burgosur, një fakt i turpshëm pas një lidhje me standarde demokratike europiane, gjë që ka shqetësuar seriozisht edhe Këshillin e Europës, kjo dihet botërisht. Por sigurisht në rastin e fjalë ne s'mund dhe s'do ta paragjykojmë kërkesën e prokurorit special. Por duke qenë se ndryshe nga proceset e tjera, ku ne si rregull s'flasim për përmbajtjen e çështjeve, këtë herë na kërkohet të japim opinionin ton. Ne do të angazhohemi me të gjithë përgjegjësinë ton përpara shqiptarëve që na dhanë 83 mandate. E do të përgatitemi për të mbajtur një shëndrim të drejtë, të qartë dhe të denjë, si forca udhëheqëse e vendit dhe reformës në drejtësi. Tani ka një mospërputhje me atë që po ndodh. Po është një mospërputhje, madje unë ndihem pakës e ofenduar për këtë. Po se duke diskutuar që janë standarde jo demokratike, jo europiane, Këshilli i Evropës, dhe në fund fare, po me ishte këta 83 deputeti ka zgjedhur populli, ne do të mbajmë qëndrimin tonë. Ishte shumë e bukur që ka ta telefonuesi para pak. Akoma se ka të qartë se çfarë do të thotë, mbi të gjitha nuk e ka të qartë deri ku do e lënë të veprojë. Më duket mua. Ndoshta mund të jetë kjo. Çiksi testim mua, ke pasur kur do të çovër sa i thellë është ujë? Ashtu më duket edhe kjo. Kemi një telefonues në linë, në fakt. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Gjatu po, ai krenosti shumë se i merr votat, po nuk i merr votat nga populli, po i merr me mashtrimet e veta, po i bëj thirrje ati kontrollit të shtetit, të vejnë në parasime edhe të shofi se qa po bahet, bata dije madhe bahet me njerëzit që i ka futur ati bëjnë shkolla, si kur janë do dalin qeveritar, ato analfabet kanë qenë edhe analfabet do meten, janë mosha në daja, po jo kështu, që me Edip Fedele e fenot ai edhe nuk ka asnjë program fushate për popullin që po ju japte, po bëjte. Po dela i se çdo shtëpi ka na invalid. Familja ka 4 veta dhe i ka të garantume për pjetë le të hidhe kush të doj. Ai merr votat në mënyrë faqësore, ka po në bëj. I banë ato llogarit, i hen 40 i thotë unë, marrë 74. 74 merë, po marrë 83, 83 merë. Po 4 mandatet, i ka ba me llogarit dhe ajtë ka marrë, sepse i ka garantu me ke ky krim që banë ky. E kuptoj. I jetë nga 300 euro dhe nga 400 euro, bajnit madhe, kontrollit shtetit i bëjnë thirrje pak u shkoj, e qofi pastaj. Po Librazi, komplet çdo familje i ka... Me që më ka të vezoj me këtë historinë e familjeve, faleminderit një për këndvështrimin tënd, me që jemi të historia familjeve, pak 4 foton të lajmi 4, pamje dramatike, vërtet, kjo tregon se
është aq mirë Shqipëria, sa një familje e tërë, në një qytet që nuk është as më i fuqishëm i Francës, Montpellier, një qytet i zakonshëm për standardin francez, jo për ne është stratosferik. Një familje ka vendosur të jetojë flej para bashkisë edhe në këto ditë llatarisht të ftohta, vetëm e vetëm për të mos ardhur këtu. Dhe pra, është një familje shqiptare. Sigurisht një familje shqiptare, një familje e re, duhet thënë të mërsisht të rinj edhe prindrit, dhe flën në rrugë para bashkisë se nuk duan të kthehen në Shqipëri. Kaq mirë është Shqipëria. Aq mirë është Shqipëria. Aq bukur bëhet këtu. Dhe çifti shqiptarëve që kanë ikur nga vendi i tyre dhe 4 fëmijët e tyre, mes cilëve edhe një foshnjë 20 muajshe, e sëmur, nuk kanë përfituar ende strehim emergjent pavarësisht telefonatave të përditshme në numrin 115. Për një javë ata flenë në sheshin përpara bashkisë së Montpellier. Një tubim solidariteti u organizuat hënën në mbrëmjen në Montpellier nga shoqata me një emër. Un avenir et solidarité partagée. E kuptoj. Shumë interesante. Egalité, fraternité dhe diçka tjetër. Dhe 60 persona janë mbledhur përpara bashkisë, më shumë sa në protestat e zotit Lape. Si do e mirë ishte kjo. Situata është e papranueshme. Fëmijët sëmuren nga të ftohtit. Është gjithmonë kështu. Kemi parë fëmijë që qëndrojnë deri në 4 muaj në rrugë. Kjo nuk është normale, prefektura nuk po bën pjesën e saj. Qëllimi ta bëjmë më të dukshme etj, një justifikim që nuk merr parasysh aspektin njerëzor, që thonë familja i është refuzuar kërkesa për strehim emergjent. Ndoshta fati i keq i tyre dhe fati i zi i tyre që nuk janë zinj, edhe nuk janë nga këto çka? Që nuk mund ta themi të vërtetën. Nuk ka ngel afrikan dhe aziatik pa u sistemu në gjithë Europën. Në gjithë Europën, nga çdo cep nuk kanë as pasaport me vete. Janë meshkuj që vinë vetëm pasi kanë punuar në luftë, pasi kanë qenë punonjës lufte, jo luftëtar për liri, punonjës lufte, mercenar, kafsh, terrorist, dhe gjithmonë ka vend për ata. Gjithmonë ka celular, internet, strehim, ushqim, paketim, ç'a duash? Për një familje me 4 fëmijë, qëllon të jetë shqiptare, nuk ka kur vend, as në Angli, as në Francë. Është emision mëngjesit dhe nuk e themi dot si mbaron zakonisht kjo, por e din vetë ata në frëngjisht. Por drama më e madhe sigurisht është fakti që ne nuk ofrojmë një vend ku ata të rrisin fëmijët e tyre këtu bashkë me të gjithë tjerët. Kjo është drama numër 1. Drama numër 2 është ajo. Sidoqoftë, regjia kam përshtypjen keni një ankth në këto momente, e doni linjën, doni ta keni tamam, apo do shohim edhe Ramën që thoshte, ç'a të dëgjojmë nga Rama? Nuk di ç'a të dëgjojmë. Kemi shumë për të dëgjuar nga Rama, po unë them që fillimisht një sedaton. Jo, prit, kam nevojë për fishek zjarret. Për fishek zjarret? Në qiellin blu? Fishek zjarret, qiellin blu. Fishek zjarret e lirisë së Belindës. Ato të shkuara dëm. Jo, ishin për kushtetuesen ato fishek zjarret. Hajde një fishek zjarret. Është një zakon mesjetar që e përjetojnë në ditët e sotme. Po. Po ja doja dali kjo, çe ka kjo? Çe ka kjo që merret me adresat? Kjo koçi. Jo si koçi koçiu. Vazhdojmë me sedatonin. Shqetësohemi, sepse kemi shumë për diskutuar më tej. Po flasim për një shqetësues që ndikon në sistemin nervor, duke sjellë një gjendje relaksi dhe lehtësimi. Përgjithsisht përdoret përpara procedurave mjekësore ose stomatologjike si për të reduktuar sadopak frikën dhe shqetësimin, por gjithashtu mund të ndihmojë dhe në gjendje kur trupi ka nevojë të pushojë dhe të çlirohet nga lodhja. Në ndikimin e sedaton, muskujt relaksohen. Në vërtetë? Po, frymëmarrja bëhet me rregullt dhe mendja gjen ekuilibrin e vet. Jemi të qetë mjaftueshëm për të kaluar në pak publicitet? Ja, më shumë se ç'duhet. Madje mund të vazhdosh vetë se përtoja, aq u qetësova. Atëherë mos u largoni nga syri televizion, rikthehemi